Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestarë. Sot po ju tregoj një tortë shumë të thjeshtë me mull dhe karamel, pa shumë përbërës, pa stras dhe dalë super e butë dhe e shishme. Mullat I kam pregadit më herët, I kam prej, I kam qëru dhe I kam zi për pak minuta deri sa janë zbut me pak sheqer dhe sheqeri nuk është patjetër vetëm nëse dëshironi, por këtë pjesë nuk e kam ingjizu ose më është vështirë, nuk e di pse, por tani vazhdoj me karamelin. Tani po pregadisim karamelin. Në një tigan kam hedhë sheqerin me pak ujë dhe e lët në zjarr mesatar. Pa e përzier, thjesht duke e sillur tiganin, derisa të shkrihet dhe të marrë ngjyrë kafe të artë. Tani filloj me pregaditjen e pandispanjes. Në një enë së pari rahim vezet me sheqerin 5 deri në 7 minuta, derisa të fryhen mirë dhe masa të bëhet e lehtë dhe kremoze. Kur karameli të duket kështu, I shtoj margarinën dhe e përzihem lehtë. Më pas shtoj mielin së bashku me pluhurin për pjekje, duke I përzier ngadalë që të mos bjerë pandispania. Dhe kur karameli të jetë gati, e hedhi menjëherë mbi mollet e renditura në tepsi. Gjithashtu I kam hedhë sipas dëshirës çokoladë të zezë gatini, vetëm se e kam coptuar me rende. Brumin që e kena pregadit më parë, hedhim tani mbi mullet dhe karamelin, pasi që karameli të jetë ngrirë. Dhe e pjekum në furn në 170 gradë për 40 minuta, por gjithmonë duke e kontrolluar sepse nuk pjekin gjithë shporedat njëjtë.
Pasi torta u pjek, e kena lënë me uftu pak dhe tani po e presim në copat e vogla. Torta ishte shumë e sheshme, ju rekomandoj patjetër ta provoni. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon tjetër.